që jemi në rregull. Jo, rregull nuk kemi, mu veç unë vjen keq. Na kemi rregullativ ligjore edhe për ndrotin e mjedisë, kemi vënë më ndotur në Evropë. Herë që në kurikulat mos i morë ku ti ju jep mësim nxënësave tu. Mundesh marrë me Asnjëherë s'ka pas iniciativa të tilla. A ke kërkuar ndonjëherë që në kurikulat mësimore të futët çështja e privatësisë dhe përdorimit të internetit? Unë kumojt A vetë. dini sot që në kurikulat e tikut landës tik që mbat, fëmia jam sot mëson për batin e këtyne herit që e kemi pas na? Dhe është absurde për ata që bëhet, sepse na si shoqni, domethënë mund pëlqejnë këto debate, sado që ne mund të idhnohemi edhe të nxehemi, mirë po ta thomni diçka. Absurde është më Ne ose duhet të punojmë bashkarisht të gjithë, pa pas të interesat qoftë edhe të bizneseve, sepse absolutisht është biznes. Absolutisht është biznes. Mirë po, duhet të bashkohemi dhe të jemi me një qëndrim. Jo të shkojmë sepse TikTok e mbyll TikTok-un, sot e mbyll një TikTok, nesër të Instagramin, hapet një platformë tjetër edhe problematike nuk e zgjove. Ti klobos, ti ndjek, ti bëu shtet që ta kesh domenin tënd, në kuptimin e domenit po flasën, ne shtet jemi republike dhe fort bile, por mos të bëjmë hap ata aty, unë ja thash jo rasti Shqipnin, kur të shet që shoqënia për një me nuk ki kapacitete me ndërgjegjësu shoqënin tonë, atëherë ju po mendoni që na i kemi kapacitete. Le kalojmë vetëm tek Angela, po shkak se duhet ta bëjmë Në njëra non po thu. Probleme, po jo se po dal kontradikt. vetëm te kalojmë tek Angela për shkak se na duhet me sepse po duhet edhe juve më ndërgjegjësu. As institucion, vetëm në moment zonja kryinore edhe zoti Besnik. Ta përcjellim Angelën me qenë se ka angazhime të saja dhe i themi faleminderit që ka qenë me ne. Faleminderit Angela. Faleminderit juve gjithë të mirat. Kënaqësi, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë që isha me ju sot. Faleminderit shumë, kënaqësi. Na fali se na u dash mend të primë.